Një emocion, dy kryevepra, tre virtuoz. E marta, 21 prilli do të mbahet mend gjatë pasi solli në teatrin Petro Marko të Vlorës, një mbrëmje që vjen rrallë për emocionin dhe nivelin e lartë interpretativ. Spektatori mrekullueshëm vlonjat dhe shumë turistë vendase të huaj vlerësuan dhe duar trokitën pafund artistët tashmë të njohur të skenave shqiptare dhe ndërkombëtare, Konstantin Tashko në piano, vlonjatët e talentuar Enea Nushi në violonçel dhe Dejon Bendaj në violin, në një trio brillante. Skena e teatrit Petro Marko, si gjithmonë një derë hapur për art të bukur për të gjithë. Mirëseardhjen spektatorëve u dha drejtori i teatrit Petro Marko Artur Dhamo, ndërsa tha se ndjej lumtur se mes vlonjatëve dhe shqiptarëve ka edhe shumë spektatorë italian, rus dhe ukrainas, teksa i ka falendëruar të gjithë që mbushën sallën e teatrit. Dhamo theksoi se kjo është një mbrëmje me shumë emocion. Publiku të miqve të teatrit, të artit bukur, dhe jo vetëm sot kemi prezencën edhe të miqve tanë, në të ndryshme, italianë, qofshin, rus, ukrainas, kështu që ju falenderoj shumë që keni mbushur sallën e teatrit Petro Marko, si gjithmonë. Sot kam shpëritur të përjetojmë një mbrëmje të bukur, një mbrëmje magjike, e kemi titulluar një emocion, dy kryevepra dhe tre virtuoz. Është shumë e vërtetë. Një emocion që do ta përjetojmë me ullje ngritjet ashtu siç është Ramaninov dhe Shostakovich. Por ajo që profesoria janë me vërtet tre virtuoz. Dy vlonjatë të mrekullueshëm, Dejoni edhe Enea, pjesë e shkollës dhe traditës së bukur të Liceut Artistik në Krashni, dhe dua të falenderoj shumë pjesëmarrësit e shkollës artistike që kemi sot dhe historikët e këtij por vetëm një përjashtim, bashkë me ta, është edhe Konstantin Tashko. Një mbiemër shumë i njohur dhe shumë i dashur përmes shqiptarëve. Por nga bisedat që kemi përbashkë, sot unë mund të them që Konstantini, prezantimin e parë dhe daljen e parë si një pianist, e ka bërë pikërisht në teatrin Petro Marko në audicionin e konkursit EPTA dhe ka fituar. Kështu që një qytet të bukur, i urojmë artistëve tanë suksese në mbrëmje dhe dëgjim të këndshëm për gjithë. Kjo ishte një mbrëmje ku tingulli bëhet shpirt, ku emocionet marrin jetë në çdo notë, tre virtuoz, një frym, një emocion i vetëm. Konstantin Tashko, Enea Nushi dhe Dejon Bendaj pas koncertit u shprehën të emocionuar nga salla plotë e teatrit Petro Marko dhe publiku i zjarrt, ndërsa i falenderuan nëpërmjet mikrofonit të televizionit 6+1 Vlora të gjithë që ishin pjesëmarrës, ashtu si kundër edhe mikpritjen e teatrit Petro Marko dhe drejtori të këtij institucioni Artur Dhamo. Përshëndetje, jam Konstantin Tashko, jam pianisti i cili luajti në trion e koncertit të sotëm, jam shumë i kënaqur. Kam impresione më të mira mbas këtij koncerti, jam i lumtur bashkëpunoj me dy kolegët e mi, të cilët i njoh prej goxha kohësh dhe shpresojmë të kemi aktivitete sa më të mira në të ardhmen dhe shumë sukses të gjithë drejtuesve të teatrit të Vlorës Petro Marko. Ishte një koncert tepër i bukur, do thoj, publiku e priti me shumë ovacione. Shpresojmë që të rikthehemi në okazionet të tjera. Falenderoj jashtëmase drejtorin e teatrit Petro Marko, zotin Artur Dhamo, patjetër dhe për mbështetjen që nuk ka munguar asnjëherë të Bashkisë Vlorë dhe konkretisht kryetares zonja Brunindal Mersini. Ju lum takim, siç thash, në okazione të tjera. Ishte kënaqësi e veçantë sot se pas disa kohësh, nuk po them shumë, po mbase një vit kthehemi që të performojmë këtu. Duhet i bëj një falënderim drejtorit të teatrit Artur Dhamo që për ftesën edhe që mirëpriti projektin.
edhe ishte një numër i madh spektatorë që nuk është e zakontë që ta përqafojnë këtë lloj repertori edhe këtë lloj programi, po ishte një mbrëmje vërtet e këndshme. Kjo ishte një nga mbrëmjet që rrallë përjetohet në Vlorë, një mbrëmje që ngriti pesh publikun nga performanca e 3 virtuozëve.